Këta qytetarë që do të mund të aplikojnë dhe të qenë pjesë e konferencës, do të kenë mundësi të ndjekin vetëm njërin panel dhe pjesa tjetrin panel, apo mund të qëndrojnë në 3 panele? Është e hapur gjatë tërë ditës nga ora 9 deri në ora 2, duke fillu tek Marriott Hotel në Prishtinë, dhe kush nuk ka kohë mi ndjek të tret mund të ndjekin veç njërin, varësisht nga interesi që e kanë caktuar, mirë po ajo është punimet e konferencës janë të hapur për të gjithë. Mjafton me u regjistru te linku, duke qenë se dhe hapësira është pakës e kufizuar dhe ta nxojnë vendin, ta rezervojnë vendin me kohë. Do të jetë me pagesë, pjesëmarrja do është gratis. Është e hapur, është e lirë, pikërisht për temën që trajtohet, që na prek të gjithëve, dhe është temë për te shëndetësore është temë sociale, do më thonë që ka një rëndësi të veçantë. Normalisht, unë si që thashë dhe ma herët, familja e unë si një dritare e informacioneve të sigurta, do të mundohet që gjatë ditës të ndaj sa më shumë pjesë nga konferenca, po idealja është që ju t'jeni aty, të merë në pjesë, të bëni pyetje tuaja, të shkruani këshillat e duhuna që ju vynë për juve në përgjithësi, por për familjen tuaj, sepse një familje shëndosh, jemi një shoqëni e shëndosh. Pastaj